Gjirokastra, qytet muze i përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ruan në strukturën e saj arkitektonike edhe gjurmë të ndikimit italian të viteve 1920-1940, një periudhë kur qyteti nisi të marrë hovin e zhvillimit social dhe ekonomik. Ndërtesat e para të ndërtuara me stil italian kanë qenë Hotel Royal dhe Banca di Napoli, të vendosura në qendër të pazarit historik. Megjithatë, sot këto objekte nuk kanë më formën e dikurshme, pasi janë rindërtuar duke humbur identitetin origjinal arkitektonik. Sipas Teodor Bilushit, konsull nderi i Italisë në Gjirokastër, shumë familje tregtare të pasura të asaj kohe investuan në vila dhe godina me stil të ri, ku spikatnin kangjillat metalike, balkonet zbukuruese, tjegullat e veçanta dhe përdorimi i betonit, të gjitha element të huazuar nga arkitektura italiane. Atëre, përsa i përket periudhës së ndërtimeve ose të influencës italiane në arkitekturë, është periudha e fillim shekullit të kaluar, pas pavarësisë Shqipërisë dhe me lindjen e marrëdhënieve të reja ekonomike dhe kulturore që Shqipëria pati me perëndimi, ku Italia ishte stacioni i parë i tregtarëve, i studentëve gjirokastrit, të cilët hynë në kontakt me zhvillime të reja, të cilat u pasqyruan më vonë si në kulturën e qytetit, por edhe në arkitekturën e qytetit. Gjirokastra e asaj periudhe pësoi me të vërtetë ndryshime rrënjësore edhe në aspektin e shërbimeve të ndryshme. U futën në qytet shërbime të reja si që në bankat, institucione që nuk njiheshin përpara prej qytetarëve gjirokastrit, u ndërtuan godinat e bankave, pasi ato kanë karakteristikat e tyre të veçanta, elemente e sigurisë ose dhe hapësirat e nevojshme për të kryer funksionet financiare, ndërkohë lindën hotelet e para, të cilat janë në hyrje të pazarit të Gjirokastrës, si ish Hotel Royal ose ish Hotel Savoia, që sot njëri është Hotel Sopoti, tjetri është Hotel Argjiro. Ndërkohë në Gjirokastër u ndërtuan edhe elementët e parë moderne të tregëtisë, siç është qendra tregtare Zigai, por edhe objekte të natyrës shkollore, si Liceu i Gjirokastrës ose Gjimnazi i Gjirokastrës, i cili në pamjen që është sot i përket të ndërhyrjeve që bëri Italia në atë periudhë. Por shumë qytetarë gjirokastrit, nga ata që ishin qytetarë të kamur, që u morën me tregëti, me biznese, ndërtuan edhe banesa ose objekte banimit të reja, që ishin me standarde të reja, njësoj si ato të Europës, si që është Villa Kokalari, Villa Papa Evangeli, dhe shumë banesa të tjera si banesa Qeqi në Ladnjavarosh, banesa Mihali, Laboviti e kështu me radhë. Pra, kemi disa ndryshime në qytetin e Gjirokastrës në atë periudhë, të cilat për arsye dhe politike në periudhën para viteve 90 nuk janë trajtuar siç duhet, por qytetarët gjirokastrit, familjet gjirokastrite i dinë këto fakte dhe do thoya që është bërë një punë disi e lavdërueshme përsa i përket evidentimit dhe publikimit të këtyre të dhënave përsa i përket arkitekturës italiane të Gjirokastrës, fare edhe bashkëpunimit që ka pasur konsulata italiane e nderit me konsulatën e përgjithshme italiane në dorë, por edhe me ambasadën dhe kooperacionin italian. Ndër objektet që ende ruhen dhe mund të kthehen në pika muzeale janë kulla e shërbimit meteorologjik në aeroportin e Gjirokastrës, si të disa vila të viteve 30 që ndonse janë restauruar, kanë ruajtur stilin origjinal. Për të ndërgjegjësuar vizitorët, në qendër të qytetit është vendosur së fundmi një tabelë informuese që i orienton drejt këtyre ndërtimeve me vlera historike, të cilat deri më tani kanë qenë jashtë guidave turistike të zakonshme. Ndikimi italian është një shtresë e rëndësishme e historisë urbane të Gjirokastrës, që meriton jo vetëm të njihet, por edhe të mbrohet. Ruajtja e këtyre gjurmëve nuk është vetëm çështje estetike, por një detyrim për të respektuar të shkuarën dhe për t'i dhënë të ardhmes një identitet më të pasur.